Kur I vendosim përballë rezultatet e zgjedhjeve të fundit me ato të 28 dhjetorit të vitit 2025, shihet qartë se skena politike në Kosovë ka pësuar ndryshime të dukshme. Në zgjedhjet e 28 dhjetorit, me rezultate preliminare, lëvizja vetëvendosje kishte marrë 49.34% të votave apo 433.394 vota. PDK kishte siguruar 20.98% me 184.318 vota, ndërsa LDK kishte fituar 13.57% apo 119.201 vota. AK kishte marrë 5.66% të votave që përkthehen në 49.698 vota. Sipas rezultateve të fundit preliminare, vetëvendosje vazhdon të mbetet forca e parë politike në vend me 42.91% të votave ose 299.152 vota. Megjithatë, krahasuar me zgjedhjet e kaluara, partia ka shënuar rënje të dukshme. PDK rënditet e dyta me 21.13% të votave apo 147.325 vota, duke përformuar ngjashëm sikurse në zgjedhjet e kaluara. LDK është subjekti që ka shënuar ngritjen më të madhe. Ajo ka arritur në 17.59% të votave apo 122.636 vota, duke u rritur ndjeshëm krahasuar me 13.57% sa kishte në zgjedhjet e kaluara me rezultate preliminare. Edhe AK ka shënuar rritje duke siguruar 7.16% të votave ose 49.917 vota. Vetëvendosje ka pësuar rënje në përqindje në 38 komunat e Kosovës. Edhe pse vazhdon të jetë partia e parë në 31 komuna, ajo ka humbur terren në secilën prej tyre dhe ka humbur primatin në 3 komuna të Republikës së Kosovës. Rënjet më të mëdha janë regjistruar në Suharek me -14.54%, në Mamush me -14.07%, në Junik me -10.30% dhe në Rahovec me -10.2%. Në anën tjetër, LDK ka shënuar rritje në 35 komuna. Rezultatet më të mira I ka arritur në Istok, ku është rritur për 10.6%, në Malishevë me 9.2%, në Junik me 8.6%, në Suharek me 8.2% dhe në Rahovec me 7.7%. PDK paraqitet si partia më stabile. Ajo ka shënuar rënje në 21 komuna dhe rritje në 16 të tjera, por lëvizjet në shumicën e rasteve kanë qenë relativisht të vogla. Përjashtim bën Malisheva, ku PDK ka shënuar një rritje prej rreth 22%, lëvizja më e madhe komunale e evidentuar në këto zgjedhje. Ndërkohë, AAK ka ngritur përqindjen e votave në 30 komuna. Edhe pse në shumicën e rasteve rritjet kanë qenë modeste. Rezultatet më të mira I ka regjistruar në Suharek me +9.2%, në Deçan me +7.6%, në Rahovec me +6.5%, në Junik me +6.2% dhe në Gjakov me +4.5%. Për mbledhtazi, këto zgjedhje tregojnë një rënje të përgjithshme të vetëvendosjes, një ngritje të dukshme të LDK-s, një stabilitet të PDK-s dhe një rritje graduale të AK-s në shumicën e komunave të vendit.